Me fokus te ekonomia, emigracioni dhe politika e jashtme, presidenti amerikan Donald Trump paraqiti në fjalimin e tij për gjendjen e bashkimit një narrativ të rikthimit të fortë të Shteteve të Bashkuara. Në një fjalim që zgjati 1 orë 48 minuta, ai deklaroi se vendi ynë është rikthyer, duke theksuar se kufijtë janë më të sigurtit në histori dhe se ekonomia po përjeton një kthes të fuqishme. Rikthimin ai e quajti epoka e artë e Amerikës, duke theksuar se vendi nuk do të kthehet pas. Trump pretendoi se gjatë të vitit të fundit administrata e tij ka ulur inflacionin bazë në nivelin më të ulët të 5 viteve të fundit, ndërsa bursa ka shënuar dhjetra rekorde të reja pas zgjedhjeve. Ai akuzoi administratën e mëparshme të Joe Biden se i la vendit një situatë të vështirë ekonomike dhe inflacionin më të keq në histori, duke shtuar se qeveria e tij ka tërhequr mbi 18 trilion dollar investime në vitin e parë. Çështja e migracionit zuri vendin qendror në fjalim. Presidenti tha se pas 4 vitesh hyrjesh të pakontrolluara, kufijtë amerikanë janë tashmë më të fortë se kur dhe se trafiku i fentanilit është ulur ndjeshëm. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të lejojnë hyrjen ligjore për ata që vinë për të punuar dhe për të mbështetur vendin. Në politikën e jashtme, Trump mbajti qëndrim të ashpër ndaj Iranit, duke deklaruar se nuk do të lejojë kurrë që Teherani të sigurojë armë bërthamore, duke preferuar diplomacinë, por pa përjashtuar përdorimin e forcës nëse është e nevojshme. Ai u ndal te energjia duke përsëritur thirrjen për rritjen e prodhimit vendas të naftës dhe duke përmendur zhvillimet në Venezuelë pas kapjes së presidentit Maduro nga ushtria amerikane. Fjalimi i Donald Trump këtë vit vendosi një rekord 108 minuta, duke tejkaluar dhe rekordin e tij të vitit kaluar, kur ai foli për 1 orë e 40 minuta. Fjalimi i tij këtë vit ishte fjalimi më i gjatë për gjendjen e kombit në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Bill Clinton, i cili foli për 1 orë e 29 minuta në vitin 2000. Ndërkohë rekordi për fjalimin më të shkurtër për gjendjen e kombit i mbetet Richard Nixon, i cili foli për më pak se 30 minuta në vitin 1972.